Kandidati i pavarur për Bashkinë Vlorë, Vasil Bedinaj, ka zgjedhur të zhvillojë një bashkëbisedim miqësor dhe të drejtë me banorët e rrugës Alidemi. Bedinaj ka folur për programin e tij, i cili është i ndërtuar ndryshe nga programet që paraqiten çdo fushat nga kandidatët politik. Nuk mund të ma kërkosh votën mua dhe mos më premtosh një gjë. Konkretet më premtosh me letër. Dhe ne kemi dalë me një kontratë që çdo qytetar ka të drejtë më rrëzojë mua nga pushteti nesër. Nuk është një program siç e nxori ky zotëria tjetër, që nuk bëri program të tjerë, por mori një program të paraardhësit të tij edhe nxori prap. Është i njëjti, s'ka zbatuar asnjë nga ato pikat. Kanë qenë 4 vjeta, 2 vjeta, 5 vjet sa kanë qenë pushtet, kanë vjetur, kanë mbush tasët e gjithë kanë ikur, asnjë s'jeton më këtu. Ne jemi bërë hambar. Në përgjigje të shqetësimeve të banorëve për çështjet e infrastrukturës në këtë zonë, kandidati Bedinaj ka premtuar se brenda vitit të parë të mandatit të tij, ato do të marrin zgjidhje. Vetëm ujë dua, nuk dua as ndihmë, as lek, as esmamiell, as një gjë. Vetëm dua pikën e ujit, se po ikim po lajm në plagje. Kaj dua unë. Kryesori është ujë, lidhjet e pallatit, ndriçimi, këto pusetat që tha ai zotni atje, që ka komunalja, për sa kohë jarin këto? Në një nga pikat që unë kam premtuar është që ndriçimi i rrugëve dhe lagjeve të Vlorës do të bëhet brenda vitit. Bedinaj është ndalur edhe tek administrata e korruptuar e pushtetit lokal, e cila është vënë e gjitha në shërbim të fushatës nga frika e vendit të punës. Ai ka theksuar se vota e 21 qershorit do të jetë votë edhe për një administratë të depolitizuar dhe në shërbim të qytetarëve. Më i pakti ka paguar 50.000 lek dhe një punonjës si hipotekës Vlorë ka lënë 500.000 lek të gjithë rrogën e muajit. Po si mund t'i besojmë ne një administratë kur që tani ka filluar të vjedh? Ata nuk bëjnë fushat se duan Vlorën apo duan të punojnë Vlorën. Ata bëjnë fushat se si të mbajnë vendin e punës që të kenë mundësi të vjedhin akoma. Duhet një drejtim tjetër jashtë politike që këta 1700 punëtor të zgjidhen ashtu si duhet zgjedhur për të bërë punë. Të zgjidhen ata që dinë punojnë, të zgjidhen ata që u dimset Vlora, të zgjidhen ata që janë të ndershëm, të vinë dhe të rinjt janë me 10 me diploma dhe të bëhet ky qytet. Kemi me mira njerëz që duan vërtet punojnë, duan vërtet të kontribuojnë në qytet, por nuk u jepet mundësia të punojnë sepse nuk kanë një testë partije.